Librat, miqt më të çmuar. Një njeri mund të ketë një shok apo një mik edhe kur është i vetëm dhe duke qenë në vetëmi. Këta miq janë librat, të cilët e nxisin njeriun të mendojë për çështje të ndryshme që kontribuojnë në zhvillimin mendor dhe ngritjen morale të tyre. Duke reflektuar mbi atë që kanë shkruar njerëzit e mëdhenj, ne njihemi me mendimet e tyre të vlefshme, si dhe me mençurinë e tyre dhe përfitojmë prej mësimeve që na japin. Përparimi i shkëlqyer që ka bërë njeriu në shkenca të ndryshme dhe arte nuk është rezultati një kërcimi të menjëhershëm, por është produkti i përvojës gjatë epokave të tëra të historisë, pasi njohuritë e brezave të mëparshëm janë transmetuar te brezat e kohëve të sotme me anë të librave dhe shkrimeve. Megjithse jeta e mendimtarëve të shquar qëndron e fshehur prapa perdeve të errësirës dhe të pasigurisë, thelbi i mendimeve dhe punës së tyre është ruajtur nën kujdesin e sigurt të librave. Duket sikur studimi i këtyre librave lejon njeriu të udhëtojë në disa shekuj për të njohur me figura të shquara njerëzore, të cilët tani nuk jetojnë më dhe të zbulojnë të vërteta duke eksploruar panoramën e gjerë të veprave të tyre. Një nga përparësitë e të lexuarit është se gjithkush, i pasur apo i varfër, mund të përfitojë në mënyrë të barabartë nga shoqëria e mendjeve të ndritura dhe të kalojë kohën e vet me heronj të mëdhenj. Gjithçka që është e nevojshme për të hyrë në shoqërinë e tyre është autorizimi për të lexuar. Leximi mund të jetë një mjet i mirë për t'u lehtësuar nga vetmia dhe për të sjellë paqe shpirtërore. Imam Aliu, udhëheqësi besimtarëve e paqja qoftë mbi të, thotë: një njeri që gjen shpëtimin te librat nuk do të humbas kurrë paqen shpirtërore. Dhe njeriu që ndjek dijet në vetmi nuk është kurrë i frikësuar nga vetmia. Një dietar europian shkruan: detyrimi që ne kemi për librat është të shprehur saktë nga Richard de Bury, peshkopi i Durhamit, autori Filobiblon, shkruar në vitin 1344 dhe botuar në vitin 1473, libri mësimor më i hershëm mbi adhurimin e letërsisë. Atje, thot ai, janë mjeshtrit që na udhëzojnë pa fjalë të vështira dhe pa zemrim, pa veshje dhe pa para. Në qoftë se qaseni pranë tyre, ata nuk janë në gjumë. Nëse jeni duke kërkuar, ju i pyesni dhe ata nuk do t'ju fshehin asgjë. Nëse ju i ngatroni, ata asnjëherë nuk qahen dhe nuk shfryjnë. Nëse jeni paditur, ata nuk të përqeshin. Biblioteka është pasuria më e shtrenjtë dhe asgjë nuk ja vlen të krahasohet me të. Kushdo që e pranon veten si një përkrahës i zellshëm i së vërtetës, lumturisë, mençurisë, shkencës, madje dhe besimit, duhet me domosdoshmëri të bëhet mik i pasionuar i tyre. Ndjenja se librat janë miq të vërtetë është e pranishme gjithmonë për të gjithë ata që e duan leximin. Unë kam shok, ka thënë Petrarku, shoqërimi me të cilët është shumë i përshtatshëm për mua. Ata janë të gjitha moshave dhe nga të gjitha vendet. Ata kanë qenë të njohur edhe në kabinete shkencore, edhe në fusha dhe kanë marrë nderime të larta për njohuritë e tyre shkencore. Është e lehtë të fitosh të drejtat tek ata pasi ata janë gjithmonë në shërbimin tim dhe unë i pranoj në shoqërinë time dhe i përjashtoj kur të kem dëshirë. Ata nuk janë të lodhshëm dhe gjithmonë më përgjigjen për çdo pyetje që u bëj. Disa më rrëfejnë ngjarjet e kohërave të shkuara, ndërsa të tjerët zbulojnë para meje mënyrën se si të jetojë dhe të tjerat se si duhet të vdes. Disa me gjallërinë e tyre përzejnë tutje, shqetësimet e mia dhe gjallërojnë gjendjen time shpirtërore, ndërsa të tjerët i japin burrërinë mendjes time. Shkurt, rrugët e ndryshme të artit dhe të shkencës mbi informacionin e të cilave unë mund të mbështetem i sigurt në të gjitha rastet e ngutshme. Librat, thot Jeremy Collier, janë udhërrëfyes në rini, dargëtim për pleqërinë. Ato na mbështesin në vetmi dhe na bëjnë të mos jemi bar për vetveten. Ata na ndihmojnë të harrojmë harbuturinë e sjelljes së njerëzve dhe vulgaritetin e gjërave, të krijojmë përkujdesje dhe pasionet tona dhe të lëmë mënjan zhgënjimet. Kur ne jemi të lodhur nga jeta, korrigjojmë deri në vdekje ata të cilët nuk kanë asgjë për t'u krenuar ose për të përpunuar në bashkëbisedimin e tyre. Edhe studimet e biografëve të figurave të shquara, të cilët kanë sjellë ndryshime në botë, si dhe kanë ndryshuar rrugën e fatit të njerëzimit, kanë pasur një ndikim edukues dhe formues mbi mendjen dhe shpirtin e njeriut. Ajo mund të zbulojë te njeriu kuptimin e jetës dhe ta bëjë atë të nisë një jetë plot virtyte shpirtërore. Nëse ngjarje historike dhe karaktere të personaliteteve të përjetshëm janë kaq tërheqëse dhe mahnitëse për lexuesin, kjo ndodh për arsye të lidhjeve dhe marrëdhënieve të ngushta me mendimet dhe ndjenjat e njerëzve të mëdhenj, të cilët krijuan ato. Në të njëjtën mënyrë si karakteri çdo personi mund të gjykohet nga karakteri shokëve me të cilët shoqërohemi, kështu ndodh edhe me zgjedhjen e librave dhe të interesave të njeriut, të cilat të japin të dhëna për karakterin shpirtëror dhe intelektual të njeriut. Ashtu si njeriu që duhet të jetë i kujdesshëm në përzgjedhjen e shokëve për të shmangur rreziqet nga shoqërimi i papërshtatshëm, në të njëjtën mënyrë duhet të tregohet një kujdes i madh në zgjedhjen e librave. Kjo ndodh sepse studimi i materialeve të papërshtatshme jo vetëm që nuk ka vlerë, por efektet e tyre toksike helmojnë idet tona dhe dëmtojnë pastërtinë e shpirtit të njeriut.